Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do themi shenjat më me fat për vitin 2026. Gjithsesi ju uroj fat të gjithëve në këtë vit dhe një vit sa më të mbar dhe të begat për të gjithë ju. Dhe gëzuar vitin 2026. Gjithsesi, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju mund të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor ende s'ka përfunduar, videot e muajit nëntor dhe videot e vitit 2026, sepse aty do shihni se si do jetë viti për të gjithë ju dhe sa fat do keni gjatë këtij viti. Gjithsesi do fillojmë pa humbur kohë, viti 2026 parashikohet një vit plot mundësi, plot përparim në karrierë, në rritje financiare, por edhe puna e palodhur që kanë bërë disa shenja, më falni, do fillojnë të shpërblehen gjatë këtij viti, por dhe këmbgulja që kanë pasur do jetë çelësi i suksesit për disa shenja të horoskopit. Gjithsesi do jenë të favorizuara veçanërisht nga energjia kozmike gjatë vitit 2026. Ndoshta këto shenja që do përmendim do ndodhen në kohën e dur, në vendin e dur, do bëjnë lëvizjet e duhura dhe do shohin që fati do t'ju buzëqesh në fusha të ndryshme, si në lidhje me karrierën, me investime, me marrëdhënie me njerëzit e rëndësishëm. Dhe nëse doni ta zbuloni, atëherë ndiqeni videon deri në fund. Gjithsesi, është një vit që do tërheqë prosperitet, pasuri, sukses ky vit 2026. Dhe shenja e parë është shenja e Demit. Shenja e Demit është ndërtues i patundur i suksesit. Demi në ndikimin e Venusit do ketë një vit historik në financat e tij. Do jetë shumë praktik dhe i durueshëm gjatë këtij viti, por do shoh dhe përpjekjet e viteve të fundit ku ju do merrni rezultatet e dura gjatë këtij viti ose rezultatet që ju keni pritur. Viti 2026 është shumë i favorshëm në lidhje me promovime të ndryshme, në lidhje me investime, me partneritete nga ana profesionale, me bashkëpunime të ndryshme që ju dëshironi të bëni. Nëse punoni në mënyrë metodike, pa u nxituar dhe pa egzageruar, atëherë universi do t'ju shpërblej me fitime të qëndrueshme dhe siguri financiare gjatë vitit 2026, më falni. Viti 2026 për shenjën e Demit është një vit pune. Çdo hap që do hidhni, do ta hidhni me logjik gjatë këtij viti. Jeta do fillojë të futet në një rrugë më të bukur në lidhje me ju, do vi stabiliteti gjatë këtij viti, do keni blerje të ndryshme dhe fati do t'ju ndihmoj, por ndërkohë fati do t'ju ndihmoj dhe në lidhje me mundësitë dhe ofertat që do keni. Kështu që është një vit që mirë është t'i shfrytëzoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë. Ju do mbyllni situata të vështira, do keni kontrata të ndryshme gjatë këtij viti, do jeni më të organizuar dhe çdo përpjekje tuaja do sjellë sukses në vitin 2026. Ju do harrini një stacionim, do harrini një stabilitet. Të rinjtë e kësaj shenje do kenë një lidhje gjatë këtij viti që do t'ju çojë drejt një sigurie. Në lidhje me shëndetin, do kujdeseni për shëndetin tuaj në vitin 2026, por do keni edhe stabilitet të plot në lidhje me gjithçka. Dhe ju do hidhni themelet forta gjatë këtij viti. Në lidhje me familjen, do keni një energji të jashtëzakonshme, do keni fillime të reja me njerëz të rinj. Dhe këtu flasim në lidhje me karrierën, me punën tuaj, që do t'ju japin më siguri gjatë këtij viti. Por ndërkohë ju do merrni dhe ndihmë nga persona të tjerë. Është një vit që largon vështirësitë që ju keni kaluar deri tani. Dhe 2026 do jetë një vit ku do sjellit tek ju filozofinë e jetës tuaj, gëzimin, suksesin. Nuk e di, keni pas shumë vështirësi, shumë vite të kaluara, por ka ardhur koha t'i lini mbrapa, sepse hapet një rrugë e re dhe e sigurt në lidhje
me ju. Dhe vazhdojmë me shenjën tjetër. Atëherë, vazhdojmë në lidhje me shenjën tjetër. Dhe shenja e dytë, që do ketë më shumë fat gjatë vitit 2026, është shenja e luanit. Shenja e luanit është një udhëheqës karizmatik. Në vitin 2026 do jetë një vit i shkëlqyer për gjithë ju të shenjës të luanit. Dielli është sundimtari juaj dhe do t'ju japi energji, do t'ju japi vetbesim dhe një dëshirë të përshtatshme për të udhëhequr. Fati do të favorizoj iniciativat tuaja të guximshme dhe idetë krijuese që ju do keni gjatë vitit 2026. Nëse vendosni të ndryshoni karrierën dhe nëse ju keni kaluar vështirësi në lidhje me punën tuaj, me karrierën, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, atëherë është një vit që do t'ju japi fat dhe do t'ju favorizoj në lidhje me iniciativat të guximshme që ju do merrni. Atëherë, ju do futeni në njohje të reja, do arrini të stabilizoni marrëdhëniet tuaja, ose do vendosni të ndryshoni karrierën tuaj, punën tuaj, një partneritet, një biznes. Gjithsesi mund të filloni dhe një biznes të ri gjatë vitit 2026, mund të jetë një projekt i ri, ose universi, gjithsesi çfarë do zgjedhje që të bëni, ose çfarë do fillimi që të bëni, do jetë në anën tuaj. Ju gjithashtu do keni një rol vendimtar gjatë vitit 2026, të njohurit tuaj do t'ju mbështesin, do t'ju ndihmojnë, ju do t'ju hapen dyert edhe rruga, që deri më tani ju ndoshta dukeshin të mbyllura në lidhje me ju. Mos keni frikë gjatë vitit 2026 të merrni rreziqe, të guxoni, sepse të gjithë ata që do marrin rreziqe dhe do guxojnë, do shpërblehen gjatë vitit 2026. Viti 2026 do sjelli njohje të reja, do sjelli oferta dhe mundësi të reja në lidhje me ju, por është një vit që shenjës së luanit do t'i sjelli famë, prosperitet financiar, ekonomik, për sa kohë që ju të qëndroni besnik ndaj ideve, ndaj vizionit që ju do keni gjatë vitit 2026. Gjithsesi, jeni një nga shenjat më me fat, do hapen rrugët për ju dhe vërtet ju uroj shumë fat të gjithë ju të shenjës së luanit. Një vit të gëzuar dhe sa më të mbar të gjithë ju. Atëherë vazhdojmë me shenjën tjetër dhe shenja tjetër është shenja e Bricjapit. Bricjapi është ndërtuesi ambicioz i karrierës. Ju uroj gëzuar, një vit sa më të mbar dhe fati është me ju këtë vit. Të jetë një vit, më falni, sa më i begat. Gjithsesi, shenja juaj futet e shenja ndër shenjat më me fat. Është shenja e Bricjapit, është një shenjë që ditë punoj me qëllime, por të përdori dhe një lloj strategjie. Ky është Bricjapi, të sunduar nga planeti Saturnit, sepse është planeti juaj. Ju do jeni më të disiplinuar, më të organizuar gjatë këtij viti dhe e dini shumë mirë që asgjë nuk vjen në mënyrë të lehtë, por duke studiuar situatat, duke qenë më të disiplinuar dhe më të organizuar në lidhje me gjithçka. Viti 2026 do t'ju shpërblej ju të shenjës së Bricjapit për qëndrueshmërinë që ju keni pasur në lidhje me punën tuaj, nga ana profesionale, me karrierën tuaj, me bashkëpunime të ndryshme, me partneritete të ndryshme që ju mund të keni pasur, dhe ky vit 2026 është viti i shpërblimeve tuaja. Ju do merrni shpërblimin e viteve që keni punuar. Nëse keni punuar prej vitesh për një ngritje detyre, dhe këtu flasim për gjithë ata që dëshirojnë të ngrihen në detyrë, përgatituni sepse do keni një lëvizje në biznes. Ky vit do t'ju sjelli rezultate që ju i keni pritur shumë. Do keni investimet tuaja do bëhen edhe më të mëdha, ju do shpërbleheni, ndërsa ka të ngjarë që të lindin dhe partneritete, bashkëpunime të reja me njerëz
që do vlerësojnë etikën, por dhe anën tuaj profesionale. Arma juaj e sekretit do të jetë menaxhimi strategjik i parave. Suksesi juaj do të jetë i përkohshëm, por dhe afat. Më falni për ndërprerje, vazhdojmë me shenjën e Briciapit. Shenja e Briciapit është një vit me fat, tham për ju. Ju do keni mundësi dhe oferta, fati do jetë në anën tuaj, në lidhje me karrierën, mundësi do t'i keni në lidhje me punën, me karrierën, me bashkëpunime të ndryshme, por do punoni dhe ju vetë, do bëni plane afatgjata në lidhje me shtëpinë, me një shtëpi të madhe, jo të vogël, jo vetëm që nuk do shqetësoheni për parat gjatë këtij viti, por do jetë një cikël besimi në lidhje me ju. Do besoni në lidhje me gjithçka që ju do bëni. Ju do keni udhëtime gjatë këtij viti, do keni njohje, do largoheni nga dramat dhe nga të bërtiturat, dhe në vitin 2026 është një vit që ju do t'ju sjelli stabilitet, do t'ju sjelli qetësi, do keni diskutime në familje, do arrini një siguri familjare, por do keni dhe njerëz të dashur rreth vetes gjatë vitit 2026. Do keni për të rinë, do keni njohje të reja që do t'ju bëjnë që ju të ecni para në lidhje me këto njohje. Do ndiheni më të sigurt gjatë këtij viti, dhe viti 2026 është një vit që ju do lini mbrapa vështirësitë. Rruga juaj do jetë më pak e vështirë gjatë vitit 2026, sepse është një vit me fat në karrierë, në familje, në ekonomi. Do jetë një vit fantastik në lidhje me ju dhe vërtet e meritoni, sepse keni punuar shumë dhe vështirë gjatë vitit të kaluar. Keni bërë shumë durim, por fati do hynë në rrugën tuaj. Gjithsesi ju uroj edhe unë fat, një vit sa më të gëzuar, sa më të lumtur edhe për shenjën tuaj, por se nuk e përmendam përpara, këtu përfitojnë dhe gjithë personat që kanë ascendenten tek këto shenja, por kanë edhe hënën tek këto shenja, ose ju mund të keni planet që favorizoheni në këto shenja që ne përmendim. Atëherë vazhdojmë me shenjën e radhës. Atëherë vazhdojmë me shenjën e radhës, që është shenja e Virgjëreshës. Ju uroj dhe ju gëzuar një vit sa më të mbar të begat, edhe ju përfshiheni te shenjat më me fat të vitit 2026. Gjithsesi, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ndërkohë, dua t'ju kujtoj, sepse këtu përfitojnë jo vetëm personat e lindur në shenjën e Virgjëreshës, që ju mund të keni horoskopin, por mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, jeni të favorizuar. Por dhe gjithë ata që mund të kenë planete në këto shenja, sa do pak favorizoheni. Në lidhje me shenjën e Virgjëreshës, shenja e Virgjëreshës është një shenjë metodike e pasurisë. Është një shenjë që është detajiste, mund të them. Virgjëresha është e sënduar nga planeti Mërkurit, dhe do ketë një mendje shumë të mprehtë dhe do përdori shumë fort inteligjencën në vitin 2026. Ju keni aftësi për të vënë re dhe detajet, për të organizuar planet tuaja në mënyrë të përsosur, dhe kjo gjë do t'ju çojë që ju të keni përfitime të reja, në burime të reja, të ardhura flasim. Në një partneritet të ri, ose ju mund të bëni diçka krijuese për të përfituar disa të ardhura. Në lidhje me planet që mund të keni, do jeni më të organizuar gjatë vitit 2026. Por fusha e teknologjisë dhe shëndetësisë dhe arsimit do jenë shumë të favorizuara, sepse do keni avancime profesionale, të gjithë ata që përfshihen në këto fusha. Gjithsesi, ju do jeni të organizuar, planet tuaja do jenë të përsosura gjatë këtij viti, dhe tham që do keni burime të reja të ardhurash. Viti 2026, në lidhje me shenjën e Virgjëreshës, ju do t'ju sjelli fat, do t'ju japi mundësi, do t'ju japi oferta, do hapen dyert në lidhje me ju, do merrni vendime, një vendim të rëndësishëm, por mund të merrni dhe një mesazh të rëndësishëm. Duhet jeni të kujdesshëm ndaj një mesazhi që do merrni. Ju do harrini të vini një drejtësi gjatë vitit 2026, fati do t'ju sjelli një lloj stabiliteti,
dhe do t'ju sjellë qetësi, paqe, por dhe stabilitet, ndërsa për një pjesë tjetër do kenë një dashuri gjatë vitit 2026 dhe fati do t'ju ndihmoj. Do filloni një cikël të ri duke mbyllur një cikël të vështirë dhe do shikoni drejt të ardhmes. Gjithsesi është ju gjatë vitit 2026, nuk e di, por do shikoni që ëndrat tuaj do realizohen. Ato ëndra që ju nuk keni arritur ti realizoni dhe as që e mendoni që mund t'ju realizohen. Por viti 2026 ju sjell realizim të çfarë do lloj ëndre që ju keni pasur në jetën tuaj. Në lidhje me punën do jeni të kujdesshëm, puna do t'ju sjellë stabilitet, por ndërkohë fati i Virgjëreshës për vitin 2026 do jetë në çdo hap që ju do hidhni. Çdo hap në jetën tuaj gjatë 2026 do jetë flori. Ju do shkelni vërtet të sigurt në lidhje me gjithçka. Do keni mbështetje nga kolegët, nga vëllezërit, motrat, dhe vitit 2026 ju do hapni zemrën që e kishin mbyllur prej kohësh. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju t'i shikoni gjërat ndryshe. Ndoshta ju mund të keni qenë dhe paragjykues në lidhje me situata të ndryshme, por është një vit 2026 dhe kjo gjë mund t'ju ketë bërë pak të mbyllur, por viti 2026 ju do jeni më të hapur. Do jeni më të hapur ndaj dashurisë, në lidhje me mundësitë dhe ofertat që ju do t'ju vinë, me kontrata, me blerje të ndryshme, do bëni zgjedhjet tuaja, por do zgjidhni dhe zinxhirët që ju kanë penguar për një kohë të gjatë. Sepse viti 2026 do jetë një vit ku do t'ju japi të drejtë, ku ju do kuptoni se fati është një gjendje. Varet se si jeni ndier ju deri në këto momente. Gjithsesi, është një vit me fat fantastik edhe në lidhje me shenjën e Virgjëreshës. Shfrytëzojnë në maksimum. Jo se nuk do ketë sfida do ketë, ju jeni më të privilegjuar se shenjat e tjera në lidhje me vitet e kaluara, duke ju ndihmuar fati për të çuar para shumë gjëra që ju i keni ëndruar. Atëherë do vazhdojmë me shenjën tjetër. Atëherë shenja e radhës që do ketë fat gjatë vitit 2026 është shenja e Akrepit. Ju uroj gëzuar një vit sa më të mbar dhe fat edhe për ju të shenjës së Akrepit, por dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Akrepit, por ju mund të keni dhe planete në shenjën e Akrepit. Gjithsesi, për Akrepin, ky vit do jetë një vit fitues strategjik. Akrepi sundohet nga Plutoni dhe ne dim që Plutoni është në ujor për 20 vitet e ardhshme. Kështu që viti 2026 Akrepin do ta bëjmë më të mprehtë. Ju do depërtoni në nevojat për të shfrytëzuar çdo mundësi dhe ofertë që do t'ju jepet. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet. Për një pjesë tjetër në lidhje me punën, nga ana ekonomike, ose mundësi dhe oferta të ndryshme që ju ndoshta nuk i keni menduar deri tani. Viti 2026 do jetë një vit ku intuita juaj do t'ju ndihmoj dhe do jetë si një busull orientimi duke ju udhëhequr drejt investimeve dhe vendimeve profesionale që do t'ju japin rezultate jashtëzakonisht fitimprurse. Në lidhje me shenjën e Akrepit, ju do keni një intensitet dhe pasion që është dhe karakteristika e juaj, në të cilën ju do arrini t'i qaseni gjërave dhe do t'i vendosni në qendër të zhvillimeve të rëndësishme. Gjërat që ju vërtet ju interesojnë, se mund të ketë njerëz që intereson dashuria, të futen në njohje në një lidhje, dikush tjetër marrëdhëniet, për një pjesë tjetër ndoshta puna, karriera, projektet, bashkëpunimet, por dhe gjithçka tjetër. Gjithsesi do keni zhvillime të rëndësishme gjatë këtij viti. Ju do jeni në një pozicion të ri pushteti, një partneritet, dhe këtu flasim në lidhje me një partneritet, ju mund të arrini edhe një pozicion të mirë pune për gjithë ata që janë të punësuar. Por gjithsesi
është një vit që do t'ju vendosi në një pozicion pushteti, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme që ju mund të keni, dhe këtu bëhet fjalë të nivelit të lartë, ose mund të jetë dhe përfitimi i një trashëgimie. Rrethanat gjithsesi gjatë vitit 2026 do jenë në favorin tuaj. Kështu që për akrepat, viti 2026 do t'i shndroj sfidat në një forcë të vërtet, dhe do t'ju vërtetoj atyre të drejtën që ata kanë pas dëshirë që ta harin ose që ta gjejnë. Në lidhje me shenjën e akrepit, është një vit ku fillimi i vitit nuk është se do jetë vërtet shumë i mirë, por pjesa e dytë e vitit do jetë fantastike në lidhje me ju. Gjithsesi, ju uroj gëzuar një vit sa më të mbar dhe të gjithë ju dhe fat në çdo fushë të jetës tuaj, në çdo sektor të jetës tuaj. Atëherë do vazhdojmë me shenjat e tjera që janë të favorizuara, por jo kaq shumë sa janë të favorizuara këto shenja. Dhe vazhdojmë.